Nëse e ndjen kraharorin e ngurtë dhe dëshiron të rrisësh lëvizshmërinë e tij, ju ftoj të bëni këtë ushtrim. Mund të merrni një objekt, unë po marr këtë. Do qëndroni në këtë mënyrë, objekti qëndroni pothuajtur me murin dhe me këmbën e anës së majtë. Dhe ajo këmbë anës së majtë do të jetë drejt në 10 gradë dhe këmbë anës së djathtë po në të njëjtën mënyrë. Vendosim dorën anës së djathtë drejt dhe dorën anës së majtë mundohemi ta pothisim. Dhe ajo që bëjmë, largojmë dorën anës së majtë në këtë mënyrë dhe e ndjekim me kokën tonë, aq sa mund ta tolerojmë nga dhimbja dhe më pas e rikthejmë në qendër. Pra, e hapim duke e ndjekur me shikim, shkojmë deri në maksimumin tonë dhe rikthehemi përsëri mbrapa. Këtë ushtrim ju rekomandoj ta bëni 10 herë, 2 sete në